Me mbrëma dhe mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt të War Report në ekranin e ABC News, unë jam Sali Doçi dhe së bashku do t'jemi për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Donald Trump ka pretenduar prej javësh se bllokadat detare që kanë vendosur ndaj Iranit do t'i shërbejë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të gjunjëzuar Teheranin në tryezën e negociatave. Kemi parë se diçka e tillë nuk ka ndodhur, ndërkohë që një pikë pyetje e rëndësishme është se a do të kishte kapacitetet që Irani të riarmatosej. E me sa duket, diçka e tillë ka ndodhur. Donald Trump bllokoi detin, por jo ajrin, ku Teherani ka përdorur aleancat e tij në mënyrë të pakonfirmuar tashmë për të rimbushur stoqet e tyre të armatimeve, duke përfshirë raketa të ndryshme balistike, e mbi të gjitha për të vendosur një kontroll ushtarak mbi Hormuz. Një raport i New York Times bazuar në të dhënat të inteligjencës amerikane ka treguar se Irani ka tashmë gati raketahecit në 33 pozicione pranë ngushticës së Hormuzit. Kishin 33 pozicione në fakt përpara nisjes luftës, aktualisht sipas raportit të New York Times janë 30 lokacione të cilat janë të vendosura raketahecit në gatishmëri për të kryer sulme ushtarake ndaj bllokadës vendosur në Hormuz, por gjithashtu edhe ndaj anijeve që po e kalojnë këtë ngushticë, pasi Teherani ka deklaruar se kërkon sovranitet mbi të si një armë e cila mund të shërbejë për Iranin për të negociuar marrëveshjen të ardhmen, por mbi gjitha për të mos u gjunjëzuar përballë edhe presionit ekonomik. Raporti më i fundit i New York Times, siç theksova edhe pak më parë, që citon burime brenda qeverisë amerikane dhe inteligjencës së saj, ka treguar se Teherani ka mbajtur afërsisht 70% të stokut të raketave dhe lançuesve të lëvizshëm të para luftës dhe rreth 90% e impianteve të saj nëntoksore të magazinimit dhe lëshimit të raketave tani konsiderohen pjesërisht ose plotësisht funksionale. Gjetjet sugjerojnë se Irani ruan aftësinë për të kërcënuar anijet tregtare dhe forcat detare amerikane që veprojnë në gjirin persik, pavarësisht presionit vazhdueshëm nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, i njohur si operacioni Epic Fury. Vlerësimet gjithashtu sfidojnë pretendimet e përsëritura nga Donald Trump dhe zyrtarë të lartë amerikanë se aftësitë ushtarake të Iranit ishin paralizuar përgjatë konfliktit. Por çfarë nuk kupton diçka e tillë, do të rikthej vëmendjen tek uranjumi i pasuruar, pasi e njëjta deklaratë u bë edhe në luftën e mbajtur 12 ditore të qershorit të vitit 2024, ku pretenduan se e morën uranjumin e pasuruar, se pati një goditje, ndërkohë që ky pretendim është rikthyer sërish në skenën politike amerikane me Donald Trump, i cili tha vetëm mbrëmjen e djeshme se nuk i intereson se çfarë kostosh ka kjo luftë për popullin amerikan. Kur bëhet fjalë për një Iran me armë bërthamore, Shtetet e Bashkuara nuk do ta lejojnë diçka të tillë. Ndërkohë Trump duket se ka në fokus të vëmendjes së tij mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara dhe kthimin ose më saktë mbajtjen e industrisë ushtarake amerikane si lideri kryesor në mbar botën, për të qenë korrekt. Kishte prezantuar një plan për të ndërtuar Golden Dome, një sistem të mbrojtjes ajrore në bashkëpunim me kompanitë izraelite, vend ky i cili ka 3 prej sistemeve më të mira globalisht të mbrojtjes ajrore. Dhe së fundi, raportet më të reja kanë treguar se kostoja për ndërtimin e këtij sistemi është rritur nga deklaratat e bëra nga Donald Trump prej 175 miliard dollarësh në më shumë se 1.2 trilion dollar. Për t'ju dhënë një paralele, Shtetet e Bashkuara kërkojnë që vitin e ardhshëm të çojnë buxhetin e tyre të mbrojtjes në 1.5 trilion dollar. Dhe vetëm ndërtimi i Golden Dome do të kërkonte një investim prej 1.2 trilion dollarësh. Vetëm kostot e blerjes do të ishin mbi 1 trilion dollar, duke përfshirë shtesat e interceptorëve dhe një sistem paralajmërimi dhe gjurmimi të raketave në hapësirë, sipas raportit më të ri. Por surpriza më e madhe në këtë deklaratë që vjen nga autoritetet amerikane lidhet me faktin se Golden Dome nuk mund të jetë 100% i saktë. Saktësia e tij është tejet e lartë, por do të ishte sfiduese përdorimi i një sistemi kaq të shtrenjtë përballë raketave të cilat janë prodhuar nga armiqtë kryesorë të Shteteve të Bashkuara, përfshirë këtu Kinën dhe Rusinë, të cilat kanë pretenduar se kanë raketa të cilat janë të afta të mos detektohen nga sistemet më të mira globale të mbrojtjes ajrore. E me që po flasim për Rusinë, dalemi sërish te kjo e fundit. Vladimir Putin ka njoftuar zyrtarisht testimin e djallit të Rusisë. Kushtu quhet kjo raketë nga perëndimi dhe bëhet fjalë për modelin Sarmat RS-28, është raketa balistike ndërkontinentale e aftë për të mbajtur kokë bërthamore, e cila sipas testimit më të fundit dhe sipas deklaratave të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes e të vet Vladimir
Putin ka kapacitetin të fluturojë me një shpejtësi prej 35.000 km/h dhe të godas objektiva të jetë të mëdha. Më saktë rrezja e saj e veprimit është 35.000 km, ndërkohë që shpejtësia e saj është diskutuar gjërësisht. Pamjet e publikuar nga Ministria e Mbrojtjes kanë dominuar lajmet në televizionin shtetëror rus së bashku me njoftimin e Putin se Rusia do të vendosë raketën e saj të re strategjike bërthamore në fund të vitit si pjesë e arsenalit saj, me të gjitha testimet që kanë nisur që prej vitit 2011 dhe një provë në shtator të vitit 2024 thuhet se ka përfunduar në një shpërthim të madh, në një dështim të madh. Ekspertët gjithashtu kanë kundërshtuar rrezën e veprimit të raketës. Rusia thotë se është 35.000 km, nga ana tjetër ekspertët perëndimor dhe ato amerikan kanë pretenduar se maksimumi i rrezës së kësaj rakete shkon deri në 18.000 km. Ndërkohë vendosëm fokusin ton për të folur për luftën mes Rusisë e Ukrainës, ku sulmet e ditës së sotme lanë së paku 6 persona të vrarë në qytete të ndryshme, përfshirë Kievin, Odesën apo edhe Kherson. Mbi 20 të tjerë kanë mbetur të plagosur, ku mes tyre edhe fëmijë. Mbi 800 dron u gjuajtën drejt Ukrainës, shumica prej tyre dron Shahed, dhe ka pasur kështu fatalitete të rënda sa i përket edhe frontit të betejës. Ndërkohë Slovakia, një ndër vendet aleate të Vladimir Putin, falu udhëheqësit të saj Robert Fico, ka njoftuar se ka mbyllur përkohësisht kufirin me Ukrainën, duke adresuar çështje të sigurisë kombëtare, por pa dhënë më tepër detaje. Pamjet e publikuara në X tregojnë kufirin aktualisht të mbyllur që prej orës 3 të pasdites, ndërkohë që si pasojë goditjeve të Rusisë pati një ngritje të avionëve luftarak të Polonisë për të mbrojtur hapësirën e tyre ajrore, dhe dyshohet se ky është edhe pretendimi apo deklarata zyrtare edhe nga Slovakia për mbyllje të këtyre kufive. Mirë, ishte kjo një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore të ditës. Do të ndalemi në pjesën e parë të programit për të diskutuar vizitën e Donald Trump në Kinë, dhe në pjesën e dytë padyshim do të ndalemi tek Irani, i cili arriti të rimbush depot e tij të armatimeve. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Mbrëmjen e sotme me mua në program për të ndalur në pjesën e parë tek vizita e Donald Trump në Pekin janë kolonel Sami Neziri, kolonel mirëmbrëma, kënaqësi të kem program. Gjithashtu me mua në program është mbrëmjen e sotme kolegu im zoti Artur Nura. Zoti Nura, mirëmbrëma, kënaqësi të kem program. Mirë, do të ndalemi në nisje të programit një material shumë të shkurtër që tregon mbërritjen dhe pritjen që u bë Donald Trump në Kinë për të kuptuar më pas se pse kësaj here përballë krizave globale të sigurisë me një fokus të veçantë në lindjen e mesme, Donald Trump zgjedh që t'i bjerë nga Kina. Presidenti Amerikan Donald Trump mbërriti në Pekin, ku do takohet me homologun kinez Xi Jinping në një kohë tensionesh globale dhe sfidash për dy superfuqitë ekonomike të botës. Trump u prit me ceremoninë në aeroport nga një band frymori që luante muzikë dhe flamuj që valbiteshin, teksa ai u drejtua për në automjetin e tij presidencial. Zëvendës presidenti kinez ishte në aeroport për të pritur Trump dhe fakti që Pekini dërgoi një zyrtar kaq të lartë tregoi një shenjë respekti ndaj presidentit amerikan. Në këtë vizitë e para në Kinë që nga viti 2017, kur ishte në mandatin e tij të parë, Trump shoqërohet nga biznesmen të fuqishëm dhe zyrtar të administratës së tij. Krah presidentit kur zbriti nga avioni ishin CEO i Tesla, Elon Musk dhe djali i tij Eric Trump. Të tjerë që shoqërojnë kreun e shtëpisë së bardhë janë CEO i Apple, shefi ekzekutiv i BlackRock dhe CEO i Boeing. Donald Trump dhe ekipi i tij do qëndrojnë në hotelin e tyre pas një angazhim planifikuar këtë të mërkurë në Kinë. Të njëjtën fillojnë aktivitetet zyrtare dhe një takim i planifikuar mes Trump dhe Xi Jinping. Dy vendet kanë patur përplasje ekonomike pas rikthimit të Trump në shtëpinë e bardhë dhe ka vendosur tarifa hakmarrëse ndaj njëra tjetrës disa herë. Me rikthimin e tij në detyrë në mandatin e dytë, Donald Trump zgjodhi që të bëjë goditjet përqendruara, të cilat në një mënyrë apo një tjetër kanë vendosur jo vetëm fatin e botës, por kanë qenë një goditje e madhe edhe për Rusinë dhe Kinën. Kur zgjodhi të rrëmbej Nicolas Maduro nga Venezuela, ishte një goditje e qartë ku amerikanët treguan se duan kontrollin e naftës venezueliane, për cilën ka një interes të madh edhe nga Pekini. Gjithashtu edhe sulmet e lindjes mesme me dy operacione ushtarake të fokusuara në Iran kanë qenë një goditje
jo e drejt për Xi Jinping. Zotin Urat, ndalim e zbashku, Donald Trump kthehet në Kinë në një moment jo fort favorshëm. Vizita e tij e fundit në vitin 2017 dhe një tjetër vizitë e cila vjen vitin 2026. Shumë gjëra kanë ndryshuar për Kinën, një pandemi globale e cila preku ekonominë e saj, por edhe një revolucion i rëndësishëm teknologjik e ushtarak, dhe këtë e ndjejmë edhe nga njerëzit të cilët mori Donald Trump me vete për ta shoqëruar, duke përfshirë këtu Elon Musk apo edhe figurat të tjera të teknologjisë. Ka një garë të fortë mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, por a flasim për një Pekin i cili tashmë ka lëvizur shumë shpejt në kilometrat e tij? Besoj që flasim për një Pekin i cili imponohet. Edhe fakti që vizita e parë e presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës shkon atje dhe nuk pret Jinpingun, është padyshim në diplomaci vlerësohet. Ne ju i referuat Venezuelës, por mund të referohemi edhe Iranit. Goditja e shtëpisë bardhë në të dyja këto frontet është kundrejt Kinës dhe Rusisë deri diku. Por në të dyja rastet, unë e kam thënë në studiot e ABC Newsit që rasti dhe strategjia e ndjekur me Iranin i ngjan shumë rasti dhe strategjisë të ndjekur të Rusisë, se mua mbien gjithmonë Bashkimi Sovjetik për Rusisë me Ukrainën. Edhe aty ka pas një projekt ushtarak për pak ditë aksion, dhe sot e kësaj dite vazhdon konflikti i hapur pavarësisht së zhvillimeve të caktuara dhe është një kosto jo vetëm për Ukrainën dhe Rusinë, por është një kosto për gjithë globin. Në këtë rast nuk është bërë llogaria si duhet, që të gjitha problematikat e blokadës që ka bërë SBA-ja me Amerikën në Rusi, e kanë gjetur një zgjidhje. Ka qenë Kina dhe India, apo le të themi BRICS-i në një farë mënyre. Kështu që edhe në këtë rast, të gjitha problematikat e zgjidhura të Iranit, ne kemi marrë me entuziazëm ekzekutimin e thelbit atomik të Iranit. Dhe doli një fiasko. Doli që nuk është ekzekutuar. Ne kemi qenë në transmetim live këtu, kur ka pas edhe entuziazm nga disa persona që janë kompetent fushës. Kështu që në këtë plan, mua më duket, mendim personal, që Trump funksionon si biznesmen dhe nuk bën llogari strategjike në politik. Në politik nuk bëhet më jep të t'jap, më jep 1 të t'jap 2, apo më jep 3. Në politik veprohet sot me strategji për nesër. Nëse ty të mungon strategjia për nesër, mund të ndodhë, siç po ndodh, që po shkon në Pekin për të negociuar gjërat në diplomaci, në debat. Kështu që patyshim është në një qasje jo fort komode. Edhe vazhdon mos komoditeti me sekretarin e tij të jashtëm, i cili u detyrua të ndrojë emrin me gërma cirilik për të futur në Kinë, për ta shoqëruar presidentin e shtëpisë së bardhë, pra njeriu parimisht, teorikisht, vazhdon edhe sot e kësaj dite më të fuqishëm në botë. Të gjitha këto tregojnë që ka një mungesë qartësie në strategjitë ushtarake. Edhe lindja e mesme në një farë mënyre tregoi që nuk kanë pasur strategjinë e dur apo komunikimin e dur me aleatët më të rëndësishëm, që është NATO apo Bashkimi Evropian, dhe që nuk u bën pjesë e këtij konflikti me Iranin. Të gjitha këto tregojnë që ne kemi të bëjmë me një rast për ekonomi bëhet gjithçka, mos asnjëherë lufta nuk bëhet për luftë në vetë. Ty leva lëvizjen për ekonomia dhe frika. Po pra, feja është mekanizëm ndihmës. Kush? Frika. No, frika, po, se feja, se feja është mekanizëm i keq përdorur në raport me individët, po ekonomia është ajo. Një luftë ndodh për shkaqe ekonomike, për nevoja tregjesh ekonomike dhe rezulton... Më çove një shtek ku dua të bëj një përgjigje nga ty. Më kujtove pra mungesën e mbështetjes nga NATO ndaj Donald Trump për luftën e nisur në Iran, dhe ne do të diskutojmë në pjesë të dytë, ditën e sotme, se si Teherani arriti të mbush rezervat e tij të armatimeve, ku padyshim dimësit më të mëdhenj kanë qenë siç ka mbajtur, jo rastisht ju vura në raport me Ukrainën dhe Rusinë. Siç ka marrë Rusia mbështetje si për gazin, si për naftën, si për financat, si për sistemin financiar të bankave nga Kina, edhe Irani nga këta aleat po i marrë. Pra, si shkon Trump në Kinë? Si fitues apo si humbës? Unë humbës nuk do ta thoja, po nuk shkon triumfator, kjo është i qartë fare, sepse e para konfliktit që ka hapur, pa aleatët e tij strategjik, të cilët kanë qenë së bashku në rastin e Ukrainës, dhe Ukraina, le ta themi, mbahet për shkak të mbështetjes që merr nga SBA-ja dhe nga Europa, edhe këto mbështetje, krau tjetër i merr nga BRICS-i. Kështu që këtu në një farë mënyrë në gjithë analizat gjeopolitike nuk flitet më lindje perëndim, po flitet veri jug. BRICS-i, vendet e BRICS-it po mbulojnë të paktën mbi 30% e ekonomisë globale. Dhe kjo padyshim është imponim.
Edhe fakti që Trump i shkon për të negociuar, tregon që gjasat janë që mos të jetë aq e sigurt në marrëveshje që do ndërtoj. Dhe të mos harrojmë që kemi edhe Azia është në një prag të një debati mjaft të rëndësishëm që Trumpi duhet marrë përgjegjësinë. Kemi Tajvanin. Tajvani, kur ti jep modelin me Iranin apo me Venezuelën të futjes të strategjisë ushtarake, ti jep një të drejtë edhe Kinës për ta bërë një gjë të tillë në Tajvan. Të gjitha këto duhet të zbus me negociata. Dhe me diplomaci. Po, me negociata diplomacia. Se ushtarakët, unë nuk jam kompetenti i anës militare, po ushtria në një farë mënyrë nuk të zgjidh. Vetëm të ndërton një, edhe po ta fitosh luftën, mund të lesh kaq për ta rikthyer konfliktin. Diplomacia është ajo që e zgjidh në mënyrë permanente. Pra, negociatat, unë shpresoj që janë dy njerëzit më të fuqishëm të botës duke negociuar, dhe fakti se diplomacia flet edhe me veprimtari që çon zëvendës presidentin për ta pritur ju e mbani mend në Alaska shkoi Trumpi e priti Putinin. E pra, edhe mbani mend që me Putinin në konferencën për shtyp tha kemi rënë dakord për shumë gjëra, të cilat më vonë filluan të dalin, një pjesë nuk kanë dalë, po qartazi që nuk i kishte konsultuar me aleatët strategjik të tij. Pastaj i ftoi në shtëpitë Bart për t'i treguar se çfarë po bënte. E qartë. Kolonel Neziri, një mesazh i dërguar shpesh herë Pekinit, i konfirmuar nga zyrtarja, pra sekretarja për shtyp e shtëpisë Bart, Caroline Levitt, më kujtohet dy raste kur ai thotë se ka shkëmbyer letra me Xi Jinping dhe mesazhi i Amerikës ka qenë i qartë. Mos armatos Iranin. Në të njëjtën paralele, teksa kemi një konflikt në lindjen e mesme, i cili duket se është sërish në prag të rikthimit të shpërtimit, Shtetet e Bashkuara kanë edhe një tjetër arsye për të shqetësuar dhe është Tajvani, siç tha zoti Nura, me një akt të miratuar nga Kongresi Amerikan vitin 1979, i cili është pikërisht edhe akti për marrëdhëniet me Tajvanin, për t'i shitur armë, për ta suportuar në një kohë kur vetë Amerika në fakt ka humbur disa prej rezervave më të rëndësishme të raketave të saj, Tomahawk apo edhe raketat tjera të rëndësishme të përdorura në lindjen e mesme. Kemi një Iran, por kemi edhe një Tajvan i cili, siç zoti Nura edhe theksoi, gjithçka bëhet për ekonomi, është prodhuesi 85% të çipave të cilat mikroçipave apo çipave kryesorë të cilat shiten sot në mbar globin. Dhe kemi një Donald Trump i cili duket se luan blofin me veten e tij kur thotë se po Amerika mund të kërkojë Venezuelën si shtet të 51 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po Amerika mund të kërkojë Kanadan apo këdo territor tjetër, por në të njëjtën kohë, por Kina nuk mundet që ta marrë Tajvanin. Është në pozitat më të mira negociuese dhe është Donald Trump jo një triumfator, siç do të thoshte zoti Nura? Natyrisht takimi është i rëndësishëm dhe krahasuar me 2017-ën, Kina ka relativisht një pozitë më të fortë. Arsyet janë disa, janë zhvillimet që ka pas për hir të realitetit Kina, në fushat ndryshme, në fushën energjisë rinovueshme, ka patur në robotik, në inteligjencën artificiale, në industrinë e makinave elektrike, gjitha këto. Pra ka patur zhvillime. Ajo që vë po prap në një pozitë relativisht më të fortë, nga pikpamja në diplomacisë, është konflikti në Iran. Sepse Kina dëgjohet në Teheran. Është blesi më i madhi i naftës të Iranit. Dhe Shtetet e Bashkuara këtë e dinë. Dhe kanë interesat të ndërsjellë. Është Trump në dorën e Pekinit? Kjo, urdhëni? Është Trump në dorën e Pekinit? Jo, nuk besoj. Kanë interesat të ndërsjellë. Do ta shpjegoj shumë shkurt. Shtetet e Bashkuara momentalisht kanë nevojë për tregjet kineze. Pra, flasim nga ana ekonomike. Ka nevojë për tregje, ka nevojë për eksportet e Kinës, që janë mineral të rralla, dhe Kina qëllimisht kohët e fundit i ka ndaluar këtë lloj eksportesh. I ka ndaluar sepse i vuri tarifat më të mëdha. Pikërisht pra, po, e përdorën si mjet. Pra, i u vetë ndaluan nga politika e shtëpisë Bardh. Nga ana tjetër, po prap, Amerika ka nevojë për këtë gjysmëpërçuesat që përmendët dhe ju. Nga ana tjetër, edhe Kina ka shumë nevojë, sepse Kina është e varur te eksportet. Rritja ekonomike e Kinës, pra ka pas një rënje dhe kjo është e lidhur pikërisht me eksportet, sepse është adoptuar me sanksionet dhe me tarifet dhe me këto është adoptuar Kina, por çështja është që është e varur te eksportet. Pra edhe ajo ka interesat e veta, ka probleme demografike, natyrisht, Kina ka ato kufizimet e veta, ka patur me kohë dhe tani i vuan, kështu që kanë interesat të ndërsjellë dhe tema
do dalë tek ajo pastaj pyetja që më bot, tema përveç këtyre, tregtia dhe ekonomia, do jenë temat që do të diskutohen, do jetë Tajvani pa diskutim, do jetë Irani, do jetë kapacitetet në detin e Kinës jugore, sepse Kina ka vitet pra në krahasim me 2017-ën, tani në këtë vit, ajo është më fort në këtë hapësirë, ka krijuar kapacitete në detin e Kinës jugore, por edhe rrotull Tajvanit. Kështu që do jetë temë bisedës, kjo mund të jetë edhe Korea e Veriut. Është interesante për ta theksuar se Korea e Veriut edhe këtu mund të jetë dhe dorë e Kinës. Korea e Veriut e ka hequr klauzolën në kushtetut së fundmi që quante territorin e Koreas së Jugut si territor të vetin. Pra e ka hequr plotësisht. Dhe pavarësisht se Kina nuk është shprehur publikisht, pra nuk ka një deklaratë publike, nuk ka asnjë të dhënë publike, mendohet që kjo shkon në linjë fakt që Kina dhe politikës së Kinës. Kina nuk do një konflikt në mes këtyre dy shteteve. Jo, Kina nuk do konflikt askund, Kina do tregje, ka një super prodhim dhe do vetëm tregje, edhe ka një pozicion neutral. Pak të zyrtarisht, politika e jashtme e Kinës është neutrale, edhe në konfliktin me Rusin dhe Ukrainën, edhe në konfliktin e SBA-s me Izraelit, me Iranin. Ama ka një strategji të Amerikës pas luftës dytë botërore, e cila nuk ishte pjesë e konfliktit botëror, europian kryesisht, dhe erdhi fitimtare dhe mori tregjet me planin Marshall, me investimet, edhe është ide imja, po ta analizojmë, bëjmë deduksion, Kina po kërkon të bëjë Amerikën e pas luftës dytë botërore, me pozicionin e saj neutral, me superprodhimin që ka, me prezencën ndërkohë që këtu bëjnë konflikte ushtarake, Kina është kudo gjendur me produktet e saj më të lira, duke rritur dhe cilësinë se ka pasur cilësi dobët, dhe tregu nuk të falë. Tregut po i dhe produkt të mirë, edhe çmim të arsyeshëm të merë. Kështu që të gjitha sankcionet që mund të vë Amerika, në një farë mënyrë dhe kalojnë, dhe kanalin e Hormuzit kjo është. Zotin Ura, bëra një pyetje pak më parë. A ka Kina ose Xi Jinping në dorë Donald Trump, pra jo Shtetet e Bashkuara? Dhe jo pa qëllim e bëra këtë pyetje, sepse flas për një Donald Trump i cili në nëntor të këtij viti do të përballet me zgjedhjet afatmesme, ka një konflikt të pambyllur me Iranin, kosto të shtuara për qytetarët amerikanë, ndërkohë që erdhi me premtimin se do të ishte presidenti i cili nuk do ta çonte botën në luftë. Për 24 orë do mbyllte luftën në Ukrainës. Padyshim edhe ekonominë për amerikanët dhe për qytetarët amerikanë. Të thënat finale deri më tani të paktën tregojnë se nuk ka rezultuar kështu, më shumë se 8 vendet bombarduara, një rritje e kostos jetesës në Shtetet e Bashkuara, një rritje e inflacionit, dhe të gjitha këto Trump pretendon se bëhen për qëllimin e mirë. Kur ju pyes dhe kur ju them se është një moment kur në fakt Donald Trump është në dorën e Xi Jinping, lidhet me faktin mbi ndikimin që ka Pekini mbi Iranin. A do të jetë ky ose kjo përpjekje e fundit të Shteteve të Bashkuara për të arritur një marrëveshje me Teheranin? Kjo është një fakt i pa diskutueshëm. Ne kemi të bëjmë me vende demokratike, cilat shkojnë në zgjedhje, votohet dhe kush i jep më shumë ekonomi, më shumë stabilitet popullit të tij, votohet më shumë. Dhe kjo është një sfidë për Trumpin që nuk e ka Jinpingu. Jinpingu apo Putini, këto gjëra i ka të zgjidhura, po edhe Irani këto gjëra i ka zgjidhura. Një nga strategjitë e luftës në Iran ishte që populli iranian do të ngrihe, por nuk ishin bërë llogarit gabim, se kur jenë kohë lufte nuk mund dalësh në demonstrat. Se në kohë lufte, ai të nxjerr ligjet e luftës dhe të ekzekuton. Dhe ju e mbani mend Benjamin Netanyahu që i bëri thirrje popullit iranian të ngrihe, dhe që nuk funksionoi as pak, megjithëse para se fillonte lufta, ishin sloganet në protesta, Trump na shpëtoni. Trump, hajdeni, urdhroni këtu. Të gjitha këto treguan që nuk ishte një strategji e durë për ta fituar Iranin. Dhe Irani është një perandori goxha e madhe. Fakti që ka një sistem autoritar të edhe shpirtëror, padyshim të një feje jo të perëndimit, për një feje tjetër, të gjitha këto ndihmojnë regjimin. Të gjitha këto bëhen një minus dhe në rastin e Jinpingut. Jinpingu ju e dini që aty mund të ndodhi që të mos gjendet ministri. Kështu që të gjitha këto janë në favor të Jinpingut dhe në disfavor të Trumpit. Po pastaj negociatat janë, sepse kemi të bëjmë me superpotencë. SBA-ja është një superpotencë e pa injorueshme dhe sipas mendimit tim do të vazhdojë dhe kohë të jetë e tillë, nuk i ka ardhur fundi kësaj perandorie, sepse çdo perandori
ka kulmin e saj dhe vjen fundi, pak të gjithë zhvillimi botëror e ka treguar, për mua nuk i ka ardhur fundi, megjithatë, po jam dakord që nuk ka shkuar si triumfator, po ka shkuar për të gjetur një zgjidhje dhe do negocioj jo në favor të vetvetes apo të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po në disfavor të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë, do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë të programit e sigurisht për ta vijuar këtë diskutim në një tjetër perspektivë. Aleancat e kujt po funksionojnë aktualisht përballë një Irani i cili thotë se ka arritur të mbush depot e tij të armëve dhe kjo nuk është e thënë vetëm nga Irani, por është e thënë nga inteligjenca amerikane dhe në një kohë kur vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës fajsojnë perëndimin se përse nuk i ndihmuan në luftën kundër Teheranit. Të gjitha këto më njëherë vetëm pas shkputjes. Nga 33 vendodhjet për gjatë ngushticës së Hormuzit, ku Irani më parë kishte pasur raketa lëshueset e tyre, janë rifurnizuar sërish me këto raketa lëshues, të cilët zhvendosen nga regjimi i Teheranit për të vendosur në zonat e konfliktit. Më parë, këto sisteme ishin shkatruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tashmë inteligjenca amerikane vlerëson se në 90% të kapaciteteve Irani ka risjell raketa lëshuesit e tyre. Po ashtu një burim ka deklaruar për New York Times se Irani ka tashmë 70 deri në 90% të depove të tij të plotësuara me raketat balistike. Për një vend të cilit llogaritë ushtarake nuk i dihen kurrë, ai ka top sekret, ky është një lajm i keq sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat deri më tani kanë besuar se me bllokadën detare për ekonominë iraniane do të ndalin edhe zhvillimin ushtarak. Një mesazh i qartë ky edhe për Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur bëhet fjalë për aleancat që mbizotrojnë. Gjërat nuk ndodhin rastësisht, e sidomos për një gazetar i cili munduhet të shohë të gjitha prizmat. Vetëm disa ditë më parë u raportua edhe përmes pamjeve satelitore se Vladimir Putin kishte zgjeruar në mënyrë drastike me më shumë se 340 hektar tokë për gjatë muajve të fundit fabrikën e prodhimit të dronëve Shahed, dronëve të njohur të Iranit, të cilat kanë treguar një epërsi sa i përket frontit betejës, me një kosto prodhimi nga 15.000 deri në $50.000 për sistemet më të avancuara të tyre, të cilat arrin deri në 2500 km distancë. Ky është një zhvillim i cili tregon superioritetin ushtarak ndaj pajisjeve më të shtrenjta perëndimore amerikane për të rrëzuar edhe këto dronë. Zotin Neziri, tani nisim së bashku një lajm i cili nuk e priste askush, por e konfirmon tashmë vetë inteligjenca amerikane. Një Iran i cili sjell në fuqi raketahecësit e tij, por edhe një Iran i cili sjell në vëmendje mundësinë për të mbushur depot e tij të armatimit në një kohë kaq rekord. Ishin rezervat më parshme, apo janë këto një rezultat i bashkëpunimit vazhdueshëm si me Kinën, por ashtu edhe me Rusinë? Besoj se është pak nga gjitha. Kjo ishte e pritshme. Irani shfrytëzoi këtë periudhën të pauzën me Shtetet e Bashkuara dhe me Izraelin për të E pritshme ndoshta jo për të ndërprerë, po Trump thoshte kemi shkatruar gjithçka, pra të gjithë flisin për një kolaps ushtarak. Çështja është se Irani kishte të tunelizuar pjesën më të madhe të kapaciteteve të saj, janë shkatruar ato që kanë qenë statike, që kanë qenë lëshuesit shtretit. Trumpi nuk e ka deklaruar kështu, Trumpi ka deklaruar janë asgjësuar, pa i hyrë. Tani Trumpi është politikan. Edhe kështu që ato rezerva që ka pas në tunele, natyrisht kanë qenë bllokuar për arsye të goditjeve. Pra dhe gjatë kësaj periudhe, Irani ka pas mundësinë që të krijojë akses të këto tunele, pra të hapi dhe të nxjerrë, dhe këto janë shtretër të lëshimit raketa portativ. Pra janë mbi platformë që lëviz. Kjo është arsyeja. Ndërsa gjitha stacionet statike, që kanë qenë lëshuesit raketa statik, pjesa më madhe janë, nuk mund të them se janë shkatruar, por janë dëmtuar, pra janë bërë papërdorshëm për momentin. Nga ana tjetër, Irani ka shfrytzuar këtë kohë, këtë pauzë, dhe prapë kjo dihej, e ka shfrytzuar për të marrë mbështetje edhe nga Rusia. Qoftë teknologjike, ju përmend edhe pak më parë, për dronët, ishte Irani fillimisht që e ndihmoi Rusinë me teknologjinë e dronëve dhe pastaj Rusia zhvilloi më tej.
e zhvilloi më shumë se sa Irani dhe tani po ja kthen Iranit bashkë me taktikën e përdorimit të këtyre dronëve, pra që është shumë e sofistikuar për hir të realitetit për arsye të luftës në Ukrainë, edhe Ukraina që ka mbrojtjen më të mirë antidron nuk mund të interceptojë të gjithë 100%. Pra ka një përqindje të këtyre lloj dronëve që shkojnë në objektiv. Kështu që unë them që kjo ishte e pritshme. Fakti që është dhënë nga media mund të jetë pak e zmadhuar. Amerikane, natyrisht, po. I referohet shërbime inteligjente amerikane. U referohet, por unë ndjek konferencat për shtyp të Komandës Qendrore Amerikane dhe ai është burimi në fakt zyrtar, i drejt për drejt. E di pse ngrihet ky dyshim për t'u thënë të dyve, pra në luftën 12 ditore të qershorit, Shtetet e Bashkuara dolën dhe thanë, e shkatruan vendin ku Irani mban uraniumin e tij të pasuruar, nuk kanë më një mundësi për të jetuar këtë bombë. Për qenë të saktë, në ato kohë u tha kështu. E kemi vonuar programin bërthamor të Iranit me muaj. Deklaratat e para ishin asgjësuam, ai hodhi gjithë atë. Unë prapë referohem burime ushtarake, jo politike. Gjithmonë unë referohem burime ushtarake. Burimet ushtarake theksuan. Përmes burimeve ushtarake kërkohet uraniumi i pasuruar. Pra është të burime që vlerësojnë sot se ky uranium nuk u shkatrua. Vitin e kaluar. Dhe të rrish si paralele për të treguar edhe situatën me furnizimet e reja të Iranit, Shiko, vitin e kaluar u deklarua që u vonua programi bërthamor me muaj. Dhe kjo periudhë do shfrytëzohej për negociata. Pra ishte një sinjal për Iranin që shiko, ne do të godasim prapë. Prandaj duhet të negociojmë. Nuk funksionojnë negociatat dhe sulmi që u përdor edhe befasia ishte i pritshëm, thjesht nuk dihej momenti kur do fillojë. Dhe tani mendoni këtë tjetrën që për lidhje me raketat, me objektivat për raketat. Prandaj unë kam një çik me dyshim për burimet e drejt për drejta. Tani Shtetet e Bashkuara arritën dhe Izraeli bashkë, arritën të godasin objektivat tillë njerëzor, pra gjithë leadershipin e lartë të Iranit, që shumë vështirë në krahasim me një objekt ushtarak, pra shumë vështirë. Dhe arriti ta zgjësoj, të godas me precizion në kohën, momentin e duhur dhe të eliminoj leadershipin e lartë. Pra ky është një objektiv jashtëzakonisht i vështirë për të realizuar. Kështu që unë e shoh me pak rezerva. Mendoj që do sillet disfata e Unë e shoh me rezerva këtë, padyshim që ka patur shumë Irani ka patur kapacitete, thash që i ka patur të tunelizuara, në tunele. Për unë besoj që ka qenë më lehtë vritet një udhëheqje se sa disa tunele të cilat edhe bombat bunker buster më të avancuarat nuk arritën dot të depërtojnë ai shtell. Por ajo që theksova në fillim, në pikërisht në këto tunele kanë arritur që kanë bllokuar hyrjet. Pra aksesi ka qenë nuk ka pas akses, i bllokuar. Dhe tani gjatë kësaj periudhe Irani këtë ka bërë. Ka nxjerr, pra ka përfituar. Po, kolonel, ideja është se ju jeni ushtarak, unë s'jam ushtarak. Kur ti synon të marrësh një vend, ta kontrollosh atë politikisht, duhet kesh një strategji ushtarake për të realizuar në mënyrë të qartë dhe me precizion. Kur ti thua që ato ne politikisht nuk i referojmë burimeve ushtarake. Ato kur asgjësohet, ti thua jo, nuk asgjësua, po u bllokua tuneli. Tash bllokimi i tunelit është ku me asgjësimin. Shiko, po të vazhdonte lufta, aksesi të këto tunele nuk ishte i mundur për Iranin, natyrisht që e shfrytëzoi. Por gjithmonë po ty referohesh objektiva ushtarak, ato janë realizuar. Tani, unë dua të theksoj para pak kohësh paralel me këtë, edhe kryeministri i Izraelit ka dhënë një intervistë për media kryesore. Në fakt dhe është pyetur nëse do ketë një marrëveshje paqe mes Shtetit të Bashkuara dhe Iranit, si do reagoni ju? Dhe përgjigjja ishte e prerë. Deri në momentin që ne nuk kemi në dorë sasinë e uraniumit të pasuruar dhe shkatrimin e infrastrukturës. Drejt parimisht, ai thotë nuk do ekzistojë më ky shtet, kështu që po të ketë atë. Pra, kjo është një çështje që besoj do doj shumë kohë që të zgjidhet. Nura, një pyetje. Dorë e Kinës në riarmatosin e shpejtë të Iranit apo një borxh i kthyer nga Vladimir Putin? Unë besoj që janë të dyja bashkë, jo rastisht ju referova BRICS-it. BRICS-i po bëhet funksional.
po bëhet funksional me konfliktin e Rusisë me Ukrainën, po bëhet funksional me konfliktin e Izraelit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës me Iranin, nuk ishte funksional me Venezuelën, për shkaqe të kuptueshme, në zgjidhja atje ishte më stabiliteti, nuk kanë një regjim diktatorial si të modelit autoritar teokratik të Iranit. Të gjitha këto tregojnë që ne kemi një situatë të komplekse dhe sipas gjitha gjasave, analizat gjeopolitike flasin për një rend të ri botror. Nëse do shkohet në një rend të ri botror, kaq shpejt, unë nuk e besoj, unë besoj që ne do të kemi, perëndimi do të ketë supremacinë akoma, pavarësisht se kur i referohemi Kinës, ne mund të sjellim në vëmendje që vizitat e liderëve më të rëndësishëm europian në Pekin janë bërë të shpeshta, edhe në nivel të, po themi, të Bashkimit Evropian, janë të shpeshta, ka deklarata që komunikimi jonë duhet jetë drejt për drejt, pra jo nëpërmjet SBA-s, në këto vizita, duke referuar Macronit, duke referuar politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, të gjitha këto tregojnë që këtu ka një divergjencë në sistemin perëndimor. Funksionon SBA Izrael dhe pjesa tjetër e botës e perëndimit është tërhequr dhe po bën analizat e saj si ta përballojë këtë situatë. Po i bën ushtarake, po i bën politike, po i bën diplomatike, dhe pastaj gjërat rezultatet e konflikteve do ndajnë territor. Dhe atëherë Europa është ngadalt, duhet ta pranojmë, nuk është në lartësinë që kërkon kjo kohë, e cila ka një dinamik të jashtëzakonshme, por në një farë mënyrë ajo ka qenë gjithmonë, kjo është Europa. Po sa burokratike dhe jo praktike do thoja. Po burokratike jo praktike dhe sigurisht po humb interesa, sepse nëse e mbështet drejt për drejt Ukrainën, e mbështet se ka merakun që mos Rusia vjen në kufit e saj. Po këtu ka patur dhe një gabim domethënë koloneli duhet ta di më mirë, se ka pasur një oreks të jashtëzakonshëm të pakontrolluar për zgjerimin e NATO-s në ish Republika Sovjetike. Dhe kjo i ka dhënë një të drejtë Moskës për të reaguar dhe ju e keni qartë që Moska thotë në negociata Ukraina mund të shkojë në Europë, por kurse si në NATO. Kjo është, ne jemi shqiptar, koloneli duhet ta di më mirë, ne dolëm nga traktati i Varshavës për të ruajtur neutralitetin që na është caktuar që kur jemi shpallur të pavarur nga konferenca e ambasadorëve, që në artikujt të parë, principat e pavarur neutrale. Artikulli 2 thotë neutralitetin e garantojnë superfuqitë. Kush e di historinë, e di që pas 6 muajsh plasi lufta e parë botërore dhe jo rastisht në këto territore. Pra, Ukraina sot është Shqipëria e periudhës para neutralitetit. Kështu që neutralitetin unë jam i bindur që do ta ofroj. Nuk mund të bëhet pjesë e NATO-s, se nuk mund të ketë, kur e themi traktatin e Varshavës, largimi nga traktati i Varshavës ka qenë presioni i perëndimit, sepse u larguan në ndeshjet ruse, u larguan rusët në territorin e NATO-s. Se kaluam nga Irani, po janë të ndërlidhura. Po janë të ndërlidhura sakt. Padyshim gjitha. Shumë shkurt. Kolonel, pasi minutazhi është drejt fundit, do të ketë një zgjidhje konflikti me Iranin apo kemi një rikthim në luftë? A është shpresa e fundit vizita e Trump në Pekin? Duhet presim përfundimet e bisedimeve, që janë 14-15. Do shohim se si do jenë. Nëse do ketë një konferencë për bashkëpërshtyp, natyrisht që mund të ketë do të thotë që ka arritje pozitive dhe Kina ka akses në Teheran, pra i dëgjohet fjalë. Por çështja Irani po e përdor edhe ngushticën e Hormuzit, por lajmi i fundit është që po përdor ka filluar të vendosë tarifa edhe për kablët në New York. Ka kujtoj vizitën e Bidenit në Pekin. Në konferencën e shtypit folën për zgjidhje telefonike. I premtuan njëri tjetrit, në momentet caktuara telefonojnë njëri tjetrin dhe zgjidhin problematika. Në do ketë një marrëveshje të tillë që Xi Jinpingu apo Trumpi ti telefonojnë në momentet të vështira partnerit të tyre tashmë që janë duke negociuar, atëherë ne do të kemi gjasa për zgjidhje të konflikteve. Jo vetëm se ka dhe një lajm që vjen së fundi nga Moska. Putini ka premtuar negociata.
për të zgjidhur konfliktin dhe për të dhënë fund luftës me Ukrainën. Por njëkohësisht thotë se kam dhe Sarmatin e ri, i cili është gati për botën, ka gjithmonë gjëra të dyzuara. Kolonel Sami Neziri ishte kënaqësi të kisha mbrëmjen e sotme në program. Zotin Ura, kënaqësi. Unë ju çoj çdo mbrëmje ndoshta në konfliktet më të nxehta globale, ndërsa kolegu im Artur Nura vjen çdo mbrëmje në ekranin e ABC News në orën 22 me të gjitha rrugët të çojnë në Rom. Besoj se është çdo të mërkur në orën 22 me të gjitha rrugët të çojnë në Rom. Këtë radhë kemi Carmen i shqiptar, Ambeta Toromanim në partnerin e saj, por një dimension i Romës në Tiranë. Na ndiqni. Nga lufta drejt Romës, ky është War Report për mbrëmjen e sotme. Faleminderit për vëmendjen.